Përshëndetje, unë jam Argjend Popova nga APR Mobile Detailing dhe sot do t'ju shoqëroj një ditë pune me mua dhe ekipën time. Sot kemi udhëtu 90 km për me odë deri te klienti, ku kemi me bë pastrimin e një Mercedes GLS AMG, pastrimin e brendshëm, po ashtu edhe një Audi A5. Veturat që i kemi sot nuk janë shumë pa pastra, pasi që këto pastruhen rregullisht tek ne dhe janë klient rregull. Fillimisht bëhet largimi i këtyre objekteve të cilat gjenden në kerr për mos me na penguar procesin e punës. Vetura Mercedes veç ka përfundu, muni mi pa pamjet në vazhdim, vazhdojna me veturën tjetër. Me biznesin si Mobile Auto Detailing kemi startu në vitin 2024 në Ingolstadt në Gjermani. Fillimi ka qenë shumë problem me hi në treg me konkurencë që gjendet këtu. Po me punë, me përkushtim kemi arrit. Fal edhe bashkëdhetarëve tonë na kanë ndihmuar shumë fillimet tona, edhe deri tash po shkon shumë mirë. Shërbimet që ne si kompani kryejmë janë kryesisht, normalisht janë të gjitha që shkojnë për auto detailing, por kryesisht pastrimi i interiorit dhe veshja e trupit të veturës me folje. Numri i klientave gradualisht është rrit prej nga fillimi. Sot kemi klienta të rregullt, kompani të mëdha, të cilave ndodh që brenda muajit u pastrojmë deri në 30 vetura për vetëm një kompani. Kërkesa më e madhe e tregut gjerman është pastrimi i interierit dhe pjesët e tjera kanë kërkesë, por që nuk është se është shumë e madhe. Avantazhi jonë është se ne funksionojmë mobil, pra gjatë gjithë kohës jemi në teren të klientët. Shkaku i angazhimeve të klientët ka pas shumë kërkesë të madhe, pasi që s'kan mujt me pru veturën në garazh, ka pas shumë kërkesë të madhe që na me shku në adresën e tyre mi vazhdu, me pastru makinat, dhe kjo ka funksionu shumë mirë të na. Me çmimet jemi mundu me qenë sa ma konkurrues në treg. Çmimet variojnë varet prej madhësisë të veturës edhe gjendjen në cilën ndodhet vetura. Për ndryshe, nuk është që jemi shumë shtrejt. Nga diaspora jemi mirëprit shumë mirë, na kanë ndihmuar shumë, siç e thash edhe më parë. Dhe shfrytëzoj rastin kushdo që
e sheh këtë video në Drive Zone nga shqiptarët në Ingolstadt, Neuburg dhe në rrethin ku operojmë ne deri në 30 km ka 20% zbritje. Zakonisht për përfundimin e një veture na duhen rreth 2 deri në 3 orë. Po nëse është diçka pak më intensive, na zakonisht operojmë 2 ose 3 vjet, kështu që kryhet shumë më shpejt. Komplet setupin e mobile detailing e kemi punu vetë, qysh na ka përshtat neve, për me konë sa ma fleksibël edhe sa ma shpejt me mujt me ardhur deri te përfundimi i pastrimit të makinës. Gjitha pajisjet i kemi montu, përfshi edhe energjinë elektrike, edhe ujin edhe gjitha gjana tjerat çfarë neve na kanë nevojit për mos me pas probleme, për mos me pas tjera kërkesa më të mëdha deri në përfundimin e makinës. Kushdo që është interesuar me pa punën tonë, me pa procesin e punës, mundi më na gjetë në Instagram ose në TikTok APR Mobile Detailing.